Përshëndetje dashur kanalin tim qytetar në YouTube, Pink Official. Sot do të flisja pak për biografinë, më saktë biografinë politike të Lulzim Bashës, atij personi që është aktualisht kryetar bashkie në Tiranë. Aktualisht, domethënë aktualisht deri tani. Të 2018 nuk dihet çfarë të bëj. Vete elektoral. Lulzim Basha vjen nga një karrierë gjatë politike në kohën e terroristës Berisha Meta ose Meta Berisha, nuk e di si njëmë më bukur, për qënë që ka kjo. Ka qënë ministri është ministër i rrugëve, si quhet, ministri i transportit dhe urbanistikës së Shqipërisë. Në të cilën në 2000 si këtohet të thanë 2000 diçka, mbi 40 më parë në 2011 hodhi kandidaturën për kryetar bashkie. Dhe si pak. Premtimi më i madh i Lulzim Bashës për sa i përket bashkisë së Tiranës ka qenë le të themi ka qenë tramvaj i Tiranës, tramvaj i parë në Shqipëri. Një premtim që nuk e mbajti sepse u bë zakon që për bashkinë e Tiranës gjithë premtimet më të mirat janë tramvaj. Ose se bashkia e Tiranës është keq për tramvaj. Ose në fakt Tirana është keq për tramvaj, kina sudë kombinat. Por është një premtim që nuk u mbajt. Premtoi uljen e taksave, premtoi shumë gjëra që mund të them 100 premtime elektorale ka mbajtur një. Dhe le të themi që në 2014 mori postin e kryetarit të Partisë Demokratike, ku ndodhet aktualisht. Dorëheqjes së Sali Berishës, legjendës kombëtare shqiptare, le të themi, i boti legjend, nuk ishte Gjagjiveri. Lulzim Basha ka një karrierë politike shumë të madhe, por le të themi që nuk është si ta shpjegoj, nuk është se është një person që mban premtime të veta. Është një person që më shumë ka menjen tek mashtrimi, tek fitimi i votave nëpërmjet mashtrimit, më saktë më thonë, sepse mashtrimi është një fjalë të fjerënd. Por kjo është e vërtetë, dhe kjo është politika në Shqipëri. Jo vetëm në Shqipëri, por mund të them se gjithë botën kështu është politika. Mashtro sa mund, fito sa mund, dhe në fund fundit jep ai sa ke kapacitet. Ky është kandidati i parë i Bashkisë Tiranës nga krahu i PD-s. Ja se ja besoj se do luftoj pra për shidhin bashkiak. Normalisht mbas prishjes së marrëveshjes Berisha Meta, ajo ka qenë problemi më i madh për Partinë Demokratike dhe për Lulin në kryesi, duke qenë se gjithë këshillin bashkiak i kishte marrë Meta. Dhe nuk do abi të shenë që se Liri në 2019, jo, në 2017 në falë, do të ishte në krahun e fundit të Tiranës, sepse duke parë që ka shumë jetitim nga populli shqiptar për sa i përket të politikave të gabuara të Tiranës, sa nuk mund të them që është politike gabuare. Nuk është se janë politika të gabuara, është thjesht
Le të themi që shqiptarët janë shumë me çrregullim, jo me rregull. Dhe për këtë arsye që për disa nga ne politikat e Ramës mund duken të gabuara, por nuk është se janë dhe aq gabuara. Po ta marrësh akse, por kashar. Okej. Nëse po në mendimin tuaj për Lulzim Bashën, janë të mirëpritur gjitha komentet, si javdrimet dhe sharjet, sepse siç e dini, në YouTube nuk ka censura. Edhe pse, nëse boni ka, pika, mirë boni se normalisht dhe shohin që videon. Nga Pink dhe nga Visi, ciao.